trajtojnë dhe flasin për problemet të ndryshme shëndetësore. Andaj sot do të diskutojmë bashkë me profesorin Dr. Faredin Veselaj. Do të flasim për infeksionet urinare, qysh duhet trajtuar dhe duhet në fakt trajtojnë, çka në qoftë se nuk i shkojmë deri në fund kësaj pune, dhe pastaj do të dalim tek një problematik tjetër, po ashtu mjaft e shpesh tek shumica prej nesh që janë ngurët në veshka. Pse dhe si formohen, çka në qoftë se bëjmë ndërhyrje dhe a duhet çdo herë të bëjmë këto ndërhyrje të largojmë, a mund të largohen ato vetë, çka në qoftë se konsumojmë diçka, janë këto mite apo të vërteta, gjitha këto do t'i sqarojmë bashkë me urologën tashmë në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur profesor. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën, përshëndetje për gjithë teleshikuesit e juaj. Me kënaqësi do të diskutojmë për këto dy tema të cilat janë probleme të cilat paraqiten të dy gjinit, nëse flasim për infeksionet urinare, ato përfshin të dy gjinit, përfshin të gjitha moshat, nga fëmijët deri të rriturit, me një prevalencë më të madhe, me një shpeshtësi më të madhe të gjinia femërore nga mosha 18 vjeçare deri në moshën sigurisht 55-60 vjeçare. Infeksionet urinare, pas infeksioneve të rrugëve të frymore, janë infeksionet më të shpeshta në organizmin tonë, dhe në ordinancat urologjike janë numri më i madh i pacientëve të cilët vinë pikërisht për shkak të infeksioneve urinare. Tani infeksionet urinare dallojnë nga infeksionet e tjera pikërisht për dy gjëra. E para është për recidivitetin, për përsëritjen, dhe e dyta se për reziduan, mbetjen, shërimin jo i plot i tyre. Dhe ajo që ka është një karakteristikë tjetër për infeksionet urinare, shpeshherë janë infeksione edhe urogenitale, që domethënë janë infeksionet të shoqëruar në jetën në qift. Kush janë shkaktarët më të shpeshtë? Domethënë shkaktarët më të shpeshtë të infeksioneve urinare janë kryesisht bakteriet, të cilat i kemi në një mënyrë janë në organizmin tonë, për shembull Staphylococcus, që është një bakteri që e kemi në lëkurë, Escherichia coli, Enterokoku, veçanërisht Escherichia coli, për të cilën është një lloj fobie në mesin e njerëzve, e pas na Escherichia colin, por Escherichia colin e kemi mike në zorrën e trashë. Është një bakteri që organizmi tonë i ndihmon në shumë në zorrën e trashë. Mirë, po kalimi i bakteries nga zorra e trashë në rrugët urinare, veçanërisht në fshikëzën e urinës, shkakton një infeksion urinar. Për shkak se nëse flasim tek fëmijët, çka po ja u shkakton këtë infeksion? Infeksionet urinare thash ndodhin të gjitha mosha, por faktorët të cilët nxitin infeksionet urinare dallojnë nga mosha në moshë, në disa faktorë janë të përbashkët. Te fëmijët e gjinisë femërore, për shkak se uretra është e shkurtër, kanalli urinar është shumë i shkurtër, dhe si pasojë e anomalive kongenitale të cilët lindin fëmijëve, e më shpesh është një refluksi vesiko-ureteral, i cili nënkupton rikthimin e urinës nga fshikëza e urinës në drejtim të veshkëve, që normalisht ajo nuk duhet të ndodhë dhe nuk ndodh te njerëzit, pra kur fëmijët, po dhe të rriturit, kur urinojnë, gjitha urina del jashtë. Nëse personat fëmijët lindin me një anomali kongenitale i cili quhet refluks, kemi një rikthim të urinës në drejtim të veshkës, atëherë bakteriet të cilët kanë hyrë në fshikës të urinës shumë lehtë shumohen dhe mund të shkojnë në veshkë, duke shkaktuar infeksionin si pjellë në frit. Prandaj kujdes se nëse një fëmijë ka temperatura të shpeshta, pavarësisht prej gjinisë, edhe të gjinia mashkullore, ka temperatura të shpeshta, është i zbehtë, nuk zhvillohet shumë, shpeshherë ka temperaturë, duhet dyshuar në infeksion urinar dhe duhet ekzaminuar, duhet diagnostifikuar për mundësinë e refluksit. Te gjinia mashkullore, te fëmijët e gjinisë mashkullore, refluksin e kemi pak më rrallë, mirë, po kemi ngushtica në kanal, siç është fimoza, e cila shpeshherë shkakton rrit mundësinë për infeksion për urinar. Edhe këtu duhet ta ekzaminuar për anomali tjera të cilët janë si që janë hidronefroza, ngushticat e kanalit të veshkëve, dhe të gjithë pra faktorët e lindur kongenital të cilët pengojnë shprazjen normale të urinës nga veshkët, nga ureteri apo nga fshikëza urinare janë faktor predispozues për të shkaktuar një infeksion urinar, i cilin te fëmijët zakonisht duhet trajtim më i gjatë dhe duhet përcjellje. Fëmijët të cilët kanë mashkull infeksion urinar dhe kanë fimoz, diagnoza duhet trajtuar
me syneti, krahas shërimit infeksionit komplet, cirkumcizioni dhe pastaj një kohë të caktuar një terapi mbajtjes në mënyrë që mos më përsërit infeksioni. Duke pas parasysh se infeksionet urinare janë problemi shpesh, dëmtojnë bukur shumë cilësinë e jetës, dhëmbje në pjesën e fundit të barkut, urinime të shpeshta, nganjëherë urinime pa kontroll. Në opinion e Sheriakoli edhe ashtu është dikun 70% shkaktari infeksione urinare dhe është një pjesë një pacienta kur vinë dhe morën rezultatin në kulturën, pasna e Sheriakolin, do të thonë edhe morën me traumë. Në kuptimin si diçka e rënë, kuko dhe këto, kurse kom pas tash merr edhe kjo. Mirë po, Sheriakoli është një bakterie e zakonshme e rrugëve thash të tretjes, e cila nëse depërton në kanalet urinare shkakton infeksion, por duhet trajtuar, po problematikën thuaj të njëjtë shkakton edhe bakteria që është e lëkurës, për shembull Staphylococcus aureus, po edhe bakterie tjera të zorëve siç janë Enterococcus apo Proteusi, e shumë rrallë i vinë infeksionet me bakterie Pseudomonas, të cilat janë kryesisht infeksione urinare që fitohen nëpër spitale për shkak kateterit, bajtjes kohë gjatë, për shkak qëndrimeve në spital për rrethona të ndryshme dhe është zakonisht Pseudomonas është një bakterie bukur e keqe, por edhe ajo trajtohet. Së fundi infeksionet urinare të gjitha trajtohen. Jo të gjitha simptomet të cilët aludojnë për infeksion urinar, siç është urinimi i shpeshtë, dhimbja e poshtme e barkut, gjithmonë janë infeksion. Për këtë arsye, nuk duhet dhënë antibiotik që në startin e parë pa analiza. Prandaj, nëse një pacient vjen në ndyshimin se ka infeksion urinar të traktit të poshtëm, do të thonë urinon shpesh, ka dhëmbje në pjesën e fshikzës, kur urinon ka dhëmbje, atëherë dyshimi i parë shkon për infeksion urinar, mjeku pas një ekzaminimit që ban fizik, pas një ekzaminimi me ultrazon mund të dyshoj se ka infeksion të fshikës të urinës, që ajo vërtetohet me fshikëza urinës me mure pak më të trashëra. Çdo organ i cili është inflamuar apo i pezmatuar, sigurisht i ka muret më të trasha, dhe kjo është për neve një indikacion se mund të ketë ose të ketë pasur infeksion, dhe nëse nuk do të filloj me terapi pa ekzaminuar. Ky ekzaminim bëhet ekzaminimi i urinës, një analizë e urinës e thjeshtë e cila bëhet gjithandej i vendit tonë, domethënë çdo laborator është analiza më e thjeshtë, e cila na jep disa informata për dyshimin për infeksion. Nuk na thot analiza thjeshtë e urinës se kemi infeksion, po dyshim për infeksion. Se ka leukocite shumë, mund të ketë bakterie, mund të ketë kanjëherë edhe rruzat kuqe të gjakut, prandaj me dyshu pacientët edhe për gjakderdhje, nganjëherë dhe infeksioni urinar edhe shkakton gjakderdhje dhe kjo bukur shumë shqetëson pacientët dhe i çon me urgjencë te mjeku. Dhe nëse mjeku ka dyshuar për infeksion urinar, rekomandimi është që të bëhet urinkultura dhe të vërtetohet se cila bakteri është prezente dhe cili është antibiotik adekuat për të trajtuar infeksionin. Në rastet të tilla urinkultura nuk vënohet shumë, më tepër se 2-3 ditë, domethënë mjafton një mostër, në disa raste të fëmijët për shembull 2 mostra për ekzaminimin e urinës, dhe nëse rezultati flet për një infeksion, atëherë duhet trajtuar me antibiotikun adekuat. Te infeksionet të cilat janë në fshikës të urinës, mjafton 7 ditë terapia me antibiotik. Edhe në literaturë përmenden terapia një ditore. Terapia një ditore për shembull mund të ndihmojnë në një rast i cili për herë të parë ka pas një infeksion dhe ai sapo ta pini tabletë qërot. Por në rastet kur recidivohet, kur përsëritet, terapia një ditore është e pamjaftueshme, por terapia 7 ditore për infeksionet në fshikës të urinës, të cilat thash janë dikon 80% të gjitha infeksioneve urinare. Ndërsa nëse infeksioni është në veshk, domethënë kemi një pjellë nefrit akut, atë infeksioni duhet të jetë trajtimi duhet të jetë më afatgjatë, dhe minimumi duhet të jetë 2 javë ditë. Dhe pas terapisë, në të gjitha rastet, duhet ekzaminuar urinën për urinkulturë dhe vërtetuar se infeksioni ka kaluar. Prindem ka gurët në veshka dhe janë përsëritur që 4 herë. A ka një metodë pa ndërhyrje që me ndërhyrje ndoshta që të mund t'i heq plotësisht? Ose pa me cilat metodat? Patjetër. Tani veshkët janë organe ekskretore, organe të cilët eliminojnë kriprat, ujin dhe produktet e dëmshme të organizmit tonë. Si e tillë, domethënë kjo vetvetiv ajo veshka e hudh kripen, e hudh kalciumin, i hudh oksalatet.
Megjithatë, në veshkët tona ka faktorë të cilët janë e predispozojnë formimin e gurëve. Dhe nëse diguna i përsëritë në gurë, dhe më thonë, ka një faktor që po predispozon. Për shembull, rritja e nivelit të kalciumit në gjak, që është si pasojë dhe veçanërisht të kalciumit në urinë, që shpeshherë lidhet me gjendrën paratiroide, jo me tiroidën, por gjendrën paratiroide, e cila prodhon një hormon parathormon, i cili e absorbon, e thith kalciumin edhe pjeshtrat, duke shkaktuar kanjher osteoporozë, lidhet edhe me çrregullimin e metabolizmit të vitaminës D, prandaj ne duhet të konsumojmë vitaminën D, dhe rritja e absorbimit të kalciumit, qoftë pjeshtrat, qoftë fizorëve, shkakton e nxit veshkën për të nxjerrur kalciumin e tepërt pi organizmit ton, dhe kjo është një faktor predispozues për me formu gurë, dhe pacientët të tillë duhet më rekomendu me operu gjëndrat paratiroide, të cilat janë 4 gjëndra paratiroide, mi hek 3, vetëm njërën me lënë, se për ndryshe gurët formoni shpesh. Por këtë është punë e mjekut për ta ekzaminuar, nëse një pacient ka gurë. Për thota mundemi vetë me i qitë gurët, më kanë thonë me pi birë të largohen, a është edhe mshme, a shkrihen a qysh. Okej. E para gurët në veshk nuk shkrihen. Dhe më thonë, shumë pacienta përdorin barën edhe në treg, dëgjarën edhe në rrjete sociale. Nëse ne përdorin një medikament në supozimin se kanë me shkri gurt, ai medikament, ose ai ushqim, ose ai supliment, ai ka me shku në lukt, ka me tret në zor, ka me shkri, ai vetë ka me shkri, është problematike ai për ta thyar gurin. Ne kemë problem me thy gurt me pajisje shumë të softifikuar, madje pajisje të laserit, i cili guri është i fort ekstrem. Nëse janë goralecat e vegjël, rekomandohet një supliment dhe konsum ma tepër i lëngjeve. Të më thonë këtë rast, lëngje mbi bazën e limonit, kjo është e para. Nëse guri është mbi 5 mm, 6-7 mm, dhe është në veshk, atër ka mundësi me u thy me pajisje nga jashtë, dhe më thonë, aparatet e tilla quhen SVL, dhe më thonë, extracorporeal shock wave lithotripsy, pra thymje me val nga jashtë. Në kohën e fundit, thyrja gurëve në veshk, po flas në madhësi 1 cm, një e gjys, madje dhe afër 2 cm, ka mundësi me u thy edhe me metoda intrarenal surgjeri që themi, do më thonë kemi pajisje endoskopike tash, të cilat me kamerë përmes kanalit urinar depërtohet deri në veshk dhe pastaj në veshk hulumton kudo që janë gurt i thënë. Bile në kongresin në fund, me një kongres të urologjisë, trendet e mjekësisë po synohet që me zbulu janë zbulën të një kapsule shumë të vogël, si mikrochip, i cilin e shtin në kanale urinare dhe pastaj ajo ka të gjitha energjit edhe të laserit për me i thy gurt. Kjo është një trend, nëse kjo vjen, domethënë kjo do ta lehtësoj shumë punën. Nëse guri është shumë i madh, nëse guri po flas shumë i madh, mbi 2 cm, atëherë metoda për thymje është perkutone, domethënë me shpuarje, dhe metoda e fundit, ndonë se çdo herë më pak po përdoret, është operacioni. Do të thonë operacione të hapur, për gurët koraliform, për gurët të cilët kanë përfshirë tërë veshkën, për gurët të cilët qëndrojnë në një veshkë e cila ka kanalin e bllokuar ose të ngushtë, atëherë duhet operacioni i hapur. Në komunën e Kamenicës, si çdo vit edhe këtë vit, do të thonë e shënojmë aktivitete të ndryshme, duke promovuar barazinë, pranimin dhe respektin për gjithë. Përmes këtyre aktiviteteve synojmë të ndërtojmë një komunitet më të vëdishëm dhe më gjithëpërfshirës. Dhe me thonë një ndër aktivitetet kryesore bashkë me institucionin parashkollor, filizat dhe me prindërit e fëmijëve, organizojmë aktivitete ndryshme edukative dhe ndërgjegjësuese. Do me thonë me fëmijë edukatorët zhvillojnë aktivitete përmes lojës, vizatimeve, bashkëbisedimeve, me qëllim që në moshë të hershme, do me thonë tek ta të kultivohet respekti dhe diversiteti dhe pranimi i secilit ashtu dhe siç është. Pastaj i kanë njoftuar prindërit që të veshin me çorape të ndryshme, me ngjyra të ndryshme që simbolizojnë këtë datë. Gjithashtu një ndër aktivitete tjera, siç e cekët edhe jo, kemi përgatitur slogane me mbishkrime që lidhet pikërisht me këtë ditë, nisni slogane, të cilat sot do t'i vendosim në pishat që janë në oborrin e shtëpisë së kulturës, me qëllim që të promovojnë, të sensibilizojmë opinionin e gjerë që të gjithë njerëzit janë të barabartë pa cenime dhe pa shkeljes të drejtave të tyre. Zonja Nazmia, çfarë roli kanë këto 21 slogane sipas jush?
Nisë një slogane paraqesin, si që thash, do me thonë çdo slogan e ka rëndësinë e vet, e ka thonjën e vet, nëse mundem pak a shumë më i po, do me thonë që një ndër ta është të drejtat e njeriut janë për gjithë. Do me thonë, pa dallim, pa diskriminim. Janë nisë një, për mos më morë kohë, do me thonë atyre, një ndër ta është diversiteti është bukuri, të gjithë jemi unik, barazia fillon nga ne, do me thonë, gjitha këto përmbajnë dhe ka një rëndësi edhe peshën ose vlerën e vetë për se cilën thonje. Gjithashtu kemi përgatitur edhe fletpalosje, të cilat do t'i shpërndajnë në qytet, si që po e sheni edhe këto, Po. të cilat përmbajnë, do me thonë, me kuptu qytetarët më konkretisht çka është sindromi Down, çka e shkakton atë edhe çfarë mesazhi jep, do me thonë kjo ditë,